Përshëndetje. Sot do të bëjmë ushtrime praktike. Grupet e bashkëtingëllore në B, në D, në G dhe në G shkruan të plota si në fillim, në trup dhe në fund të fjalës. Për shembull, mbaj, mbaroj, mbetëm, mbyll. Këtu janë përdorur në fillim të fjalës. Dhëmbët, i ëmbël, kumbull, në mes të fjalës. Gjemb, humb, krymp, plumb janë përdorur në fund të fjalës. Grupi në D. Ndaj, nder, ndërtoj, janë përdorur në fillim të fjalës. Andej, këndoj, prandaj, janë përdorur në mes të fjalës. Fund, kuvent, ment, mund janë përdorur në fund të fjalës. Grupi në G. Ngacmoj, ngarkes, ngel, ngric janë përdorur në fillim të fjalës. Këng, kungull, mëng, trangull janë përdorur në mes të fjalës. Deng, peng, shmang, trung janë përdorur në fund të fjalës. Grupi në G. Ngjaj, ngjall, ngjall, ngjesh është përdorur në fillim të fjalës. Engjëll, tunja tjeta, thëngjell është përdorur në mes të fjalës. Qenq, unq është përdorur në fund të fjalës.